duhet hymë me një sistem të ri, me një hartë të re territoriale, në mënyrë që t'i përballemi me ato sfida që Shqipëria ka përpara. Unë e kam thënë vazhdimisht dhe vazhdoj ta them. Në vjeshtën e vitit që vjen, të fund 2027-s, Shqipëria do të mbyllë negociatën me Bashkimin Evropian. Dhe në vitin 2029, Shqipëria do të jetë një vend antar i Bashkimit Evropian. Numri total i njerëzve të cilët janë të punësuar në territor për çdo një banor. Fjalë që bie një tregues interesant këtu është që e pam pak më parë, për marr përsërisht si shembull Fusharzin, i cili na thotë që ka 147 të punësuar për çdo një banor. E pam pak më parë që prej këtyre 147 të punësuarve në total që ka Fusharzi, 62 punojnë në bashki. Që thotë pothuajse gjysma e totalit të njerëzve që punojnë në atë bashki, punojnë, në fakt, janë staf i bashkisë respektive të asaj bashkie. Ne nuk mund të shehim faktet që të dhënat janë këto që janë, por ama kur bëhet analiza e ndërveprimit, kuptohet që Mirdita është shumë larg nga distancë të tjera pas mundësisë të ndodhi bashkimi, pavarësisht kallë politik që është, por ama për të çuar dhe atje logjikën e bashki, qytet, njësi administrative, kemi propozuar krijimin e qytetit të Rrëshenit dhe qytetit Rubikut, që kanë qenë dhe qytetet tradicionale, duke i dhënë atje më shumë autonomi funksionale, më shumë përfaqësim territor dhe kuota përfaqësimi në Këshillin Bashkiak. Kemi 3 kritere të cilat janë teknike dhe kemi 2 kritere të tjera që janë distanca dhe elementi social-kulturor. Bashkuar në këto 3 kritere, për të njëjtën arsye që nuk është bashkuar Tropoja me askënd, për të njëjtën arsye që nuk është bashkuar Hasi me askënd, për të njëjtën arsye që nuk është bashkuar Kurbini me askënd, që i ka parametra të ngjashëm, nuk është bashkuar Valdez me askënd. Tani 15 bashki të cilat ju i bashkoni, a është kjo dëshmi që reforma 2014-s dështoi të paktën në këto 15 bashki? Dhe mund të më japësh një rast konkret për shembull me çështjen e VAUDS, pse VAUDS nuk është bashkuar? Se e nisa dhe nga pyetja e Fiorelës, pse Peqini jo dhe pse VAUDS jo dhe janë disa bashki të tjera. A ka këtu qëllime të mirëfillta politike, sepse në një pjesë të madhe të bashkive, nëse shef rezultatin zgjedhor të 2023-shit, diferenca mes votës së Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike është shumë e ulët. Çka do thotë që rezultati dhe mund përmbyset për opozitën apo mund të jetë në favor të PS-s. Është amencim i votës që kanë nxjerrë 2023. Është amencim. Numrat janë të saktë. Po flas për të ardhmen se nuk e dim se si do të jetë vota. A keni pasur faktorin politik ju në disa bashki të caktuara? Mund të t'i përmend edhe me emra cilat janë bashkit. Unë po them absolutisht jo. Elementi politik është një element i cili nuk është fut fare në këtë diskutim. Partia Socialiste sot ka 55 nga 61 bashki të vendit. Nuk e ndikon fare ndryshimin e rezultatit për Socialiste në nivel kombëtar se si lëvizjes për këtyre bashkive. Po ta shikoni në mënyrë shumë qartë dhe të sinqertë, është shumë e qartë që këtu kemi të bëjmë me një synim për të përmirësuar në mënyrë maksimale eficiencën e funksionalitetit të këtyre bashkive. Bashkit sot janë, kur janë veç e veç, janë e ullët, shumë e ullët është Puka, Fusharzi është i ullët, shumë i ullët, në elementin e bashkimit, këta nuk bëhen super mirë, por kanë një përmirësim marginal të numrave, midis 2 alternativave, o të rinë vetëm dhe të jenë në një situatë me numra shumë vegjël dhe me pamundësi dhe një bashkim të mundshëm, është opsioni më i mirë brenda realitetit. Kjo është sërish përgjigje për sepse ndërlidhja e rrugëve me Mirditën nuk është e tillë. Pra çështja është se cila prej tyre nga ana e rrugës lidhet fillimisht Shkodër, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Për supozimin në të gjitha rastet të kenë mundësi që lidhja primare organike të jetë me njëra tjetrën.